dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Sot është 113 vjetori i masakrës serbe në Gjuzaj të Lushnjës, ku më 25 mars të vitit 1913 u vran 27 djemë të rinj, pasi ky fshat ju kundërvu pushtuesve. Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë pasardhës të vrarëve, banor të zonës dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Kurora me lule u vendosën tek memoriali ngritur në këtë zonë dhe u bën homazhe në nder të rëndëve. Memoriali ku janë gdhendur emrat e 27 banorëve të fshatit është ndërtuar tek vendi i ngjarjes lënë amanet nga njëri prej të mbijetuarve të masakrës. Për ndërtimin e kësaj vullneti ka qenë i gjithëve fshatit, nuk është imi. I para Ramirez Greca dik para 4 vjetësh, edhe i morën vendim, për i bisi shkurt, morën vendim, do ta bëjmë, sa i ka gjyshin këtu, Bekir Greca. Ka gjyshin. Domethënë i po vdik i vit paraj. Thashun pastaj morën vendim, duke marrë me djalin, kushton sa kushton, nuk prish punë, nuk na shumë. Me gjitha shok, me gjitha mik në mbështetën. Edhe deputeti Bujarçeli e vendosën kështu, që vendosën këta emra këtu që të jenë gjithmonë brez brezi për të kujtuar. Të 27 banorët e këtij fshati, të cilët ikën në lulet e rinis disa 18 e përpjet vjeç, një ndër ta që edhe stërgjyshi im, Islam Greca, i cili u morë në darkët vonë nga shtëpia, bashkë me 26 të tjerët, u lidhëm tek xhamia këtu, që ka qenë kjo banesa, dhe u dërguan në bokën e bardhë, themi ne, ose te sopi të therrëve. Atje i therrën me bajonetat të 27. Nga 27 të vrarët, vetëm njëri arriti të mbijetonte, Mustafa Zhyra, i cili tregoi ngjarjen e cila është përcjell gojë më gojë deri në ditët e sotme. Sipas historianëve, ushtria serbe donte të pushtonte trojet shqiptare deri në Berat e mëtej, derisa të bashkoheshin me grekët, duke synuar kështu zhdukjen e Shqipërisë. Por gjatë mësymjes, ata hasën në rezistencën e burrave të fshatit Gjuzaj. Thuhet, sipas edhe dokumenta, por edhe nga dëshmitë, aty në afërsi të fshatit Gjuzaj ngacmojnë 2 vajza. Kjo ishte shkaku kryesor që ngrihen 2 banorë, pastaj i sulmojnë dhe ato, dhe ata në kundërsulm se vdiqën disa ushtarë serb, në kundërsulm, meqense nuk u tregua se kush jelloi, i kapin të gjithë dhe ashtu siç dihet, barbarisht i vrasin në bokën e bardhë. Jemi sot këtu për të përkujtuar 113 vjetorin e masakrës Gjuzajt. Në emër të kryetares së bashkisë ju sjell mesazhin mirënjohje dhe respekt për të gjithë ata që luftuan dhe sot i përkujtojmë me nderim dhe respekt. Familjarët e 27 të vrarëve i përkujtojnë çdo vit emrat e të rinjve që u vranë për të mbrojtur familjen, atdheun dhe pasuritë shqiptare me nderime. Familja Rapaj në Kuman të Roskovecit ka hapur dyert e mortit pas tragjedisë së ndodhur mesditën e djeshme, ku 80 vjeçari Shefit Rapaj ka vrarë me armë pushk bashkëshortën e tij. Dashuri Rapaj 75 vjeçe dhe më pas ka vrarë veten. Vëllai i dashurisë, Ermal Azizaj, tregon se Shefiti gjithmonë ka qenë agresiv dhe ka tentuar vetvrasjen 20 vite më parë. Gjithashtu nuk ka pasur marrëdhënie me të afërmit. Problematik ka qenë. 50 vjet motra jon gjithmonë për atë ka qenë mbulesë. 50 vjet. Për shembull, kishte hije prindrit të rënd, jo një baba ëmbëlsir. Të vi fëmia ta përqafoj, të vi gruaja se jemi vetë familjar, hidhi dorën në qafët, u lodhe, u bere, që të themi një burr i dhunshëm ka qenë. Po nuk e mendoni kurse si që mund të arrinte deri këtu. Ja kaq, të arrinte deri këtu dhe para 20 vjetësh ka bërë vetvrasje, ka krijuar vetvrasje. Ka bërë tentativë vetvrasje. Po. Për çfarë arsye? Pra për këto gjëra. Këtu ka qenë domethënë. Për këto gjëra, para 20 vjetësh. Sipas burimeve, varrimi 2 viktimave u bë i ndarë. Dashuri Rapaj u përcoll për në banesën e fundit në Allambreas të Beratit, ku është bi në orën 13, ndërkohë që Shefit Rapaj ndodhet ende në morgun e Fierit dhe trupi i tij nuk po tërhiqet nga familjarët. Të 9 fëmijët e çiftit ndodhen në banesën ku ndodhi krimi dyfisht dhe në një situatë tepër të rënduar emocionale, përcollën për në banesën e fundit prindrit e tyre. Atë se zë me goj fare, dhe vetëm ata njerëz që vinë aty thonë qeni, na i morim qaf, na i vrau. E pa me redi kishte kontradikta që kishte edhe kur është ai që ta vrasë bën ai, kundruar jetë.
Po qa do të i vërisë ati që e vratë, sot e vratë. Ai nuk ka qenë fshatit, ai nuk ka qenë burri keq, ne çuditemi se kanë qenë njerëz të qetë, njerëz punëtyre. Unë habitet si e beri te krima, nuk e di. Do të vrisë vetën, jo gruan, çuna. I lagë la majt se s'ka kushtim lidhi me. Kanë qenë shumë njerëz të mirë. Nuk e di se nga erdhi. Në dinojnë tuaj kanë patur konflikte? Jo. Ajo herën e fundit i piu kafe tek mua, më tha pak do rritha se do ikni se kam burrin smur, kam shefitin smur. Në banesë ndodhen vetëm njerëzit e dashurisë dhe askush nga fisi i shefitit. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të fortë në komunitetin lokal, ndërsa policia vijon hetimet. Shtrëngtimi lëndëve djegëse, një bazë kryesore për punimin e tokave bujqësore, ka sjellë kosto shtesë dhe zvogëlim të sipërfaqeve të mbjellave në fshatin Topoj të Fierit. Fermerët pohojnë se rritja e çmimit të naftës në kohën e punimit të tokës, shoqëruar me subvencione të pamjaftueshme, i ka detyruar ata të lënë djerë tokat e tyre dhe ato të marra me qera. Ka ndikuar shumë. Unë jam një fermer jo shumë i madh, zotroj 40 hektar toka me qera, edhe unë subvencionimin e naftës marr vetëm për tokën time. Aplikim të vetet bëj për 40 hektar nuk bëj se s'kam certifikatet e tokave që kam marrë me qera. Dhe unë dal me minus. U rriti nafta vajti supra me 27. Unë 40 hektar po e blej pleun. Po ja hedh tokës. Ata nuk më japin mua subvencionimi sipas plerave që blej unë, sipas naftës që marr unë. Po më japin vetëm për tokën që kam. 1 hektar e gjys. Kjo për mua nuk është ndihmë shteti. Bujqësia ka vajtur 0, qumshin nuk po na marrin. Unë kisha ndërmend të mbillja 20 hektar misër si vjet. Se vjet pata 15, të bëja 20. Tani do mbjell 10. Fermerët pohojnë gjithashtu se kjo situatë pritet të sjellë paksim të prodhimeve vendase dhe çmime më të larta për konsumatorin. Me naftën rrit plerat, rrit çmime shportot, tamateve këto, ndërsa bujqësia ka vajtur në kolaps komplet. Me plerat, me farën, populli se përballon dot. Ndërkohë, sipas tyre, janë të pakt ata fermerë që zotërojnë makineri bujqësore, por që nuk u leverdis të punojnë tokat e bashkëfshatarëve me këtë çmim nafte. Po na ja ku kemi kopa më shumë po i lan njerëzit tani, me këtë naftë që vajti ku ka leverdia ta punosh. Me këtë naftë lan njerëzit gjitha. Nëse vijon me këto ritme? Jo, falimentoj çdo gjë dhe ne drejta se jemi dishesim, çfarë do bëjmë? Ç'i duam? Çfarë do bëjmë? Po s'po i merr njëri edhe do të dishesë kush di marri. Ulja e sipërfaqes së kultivuar do të sjellë një rritje të çmimeve? Po ja, unë për shembull misër pata 8 hektar po mbjell si vjet. Unë do ta ul se ata thonë më hidh misër lopës. Del me ato hoksin që janë këto gjëra, ata thonë më hidh unë çe dua misër, po si valla lopës. Nëse kjo situatë do të vijojë, humbjet do të jenë të jashtëzakonshme, thon fermerët, dhe tokat do të mbesin të papunuara dhe te kulturat e tjera, duke përkeqësuar edhe më shumë situatën në bujqësi, e cila edhe në kushtet aktuale është në kolaps të plotë. Leku ka shënuar një rekord të ri historik në kursin e këmbimit me euron. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, euro u këmbye sot me 95.92 lek, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë. Që nga fillimi i këtij viti, kursi euro-lek ka rënë me 0.9%, ndërsa krahasuar me një vit më parë, rënja ka arritur në 3%. Kriza gjeopolitike në linjën e mesme dhe efektet në çmimin e naftës kanë trazuar tregjet botërore dhe kanë rritur frikën për një val të re inflacioni. Por kjo gjë nuk ka sjell as përkohësisht një trysnim mbi kursin e lekut, që vazhdon të shënojë rekorde të reja historike. Agjentët e këmbimit valutor shprehen se oferta e euros në tregun e brendshëm vazhdon të jetë e lartë edhe në nivele jo të zakonta për tremujorin e parë të vitit. Nga ana tjetër, politika fiskale shtrënguese me suficite të mëdha vazhdon të ketë gjithashtu një rol dytësor në forcimin e lekut në kursin e këmbimit. Banka e Shqipërisë ndërkohë vazhdon të ndërhyjë në mënyrë të vazhdueshme në tregun valutor nëpërmjet blerjes së euros, por kjo vetëm sapo e ngadalson rënien e monedhës evropiane, që në mungesë të rolit të bankës qendrore do të kishte rënë në nivele edhe më të ulta. Për momentin, kriza që ka shkaktuar konflikti i radhës në lindjen e mesme po reflektohet në rritjen e fortë të çmimeve të naftës dhe në tregun shqiptar me afërsisht 25% krahasuar me nivelin e para krizës. Shtrëngtimi i naftës nuk është përcjell ende në zinxhirin e tregtimit të mallrave dhe shërbimeve, por nëse çmimet nuk bien, një gjë e tillë do të jetë e pashmangshme.
Kina ka miratuar implantin e parë në tru të projektuar për të ndihmuar njerëzit me paralizë të rifitojnë lëvizjen e duarve, duke shënuar autorizimin e parë komercial në botë për një pajisje të tillë. Pajisja u zhvillua nga kompania kineze Noracle Medical Technology dhe përdor një ndërlidhje True Computer, BCI. BCI-t lidhin sistemin nervor të një personi me pajisje të afta për të interpretuar aktivitetin e trurit të tyre, duke i lejuar ata të veprojnë siç është përdorimi i një kompjuteri ose lëvizja e një dore protetike me anë të forcës së mendimit të tyre. Sistemi Noracle është i destinuar për njerëzit që kanë paralizë të shkaktuar nga dëmtime serioze të palcës kurrizore në qafë. Këto dëmtime mund të pengojnë sinjalet e trurit të arrijnë në krah dhe duar. Sistemi funksionon duke zbuluar sinjalet të trurit të lidhura me qëllim për të lëvizur dorën. Këto sinjale më pas përkthehen nga software-i dhe dërgohen në një protezë robotike që mban pacienti. Doreza përdor lëvizje me ajër për të ndihmuar dorën të hapet dhe të mbyllet, duke i lejuar përdoruesit të kapë objekte. Jo të gjithë pacientët janë të përshtatshëm për të përdorur pajisjen. Sipas mediave shtetërore kineze, ajo është menduar për të rriturit midis moshës 18 dhe 60 vjeç që kanë pasur paralizë për më shumë se një vit dhe gjendja e të cilëve ka mbetur e qëndrueshme për të paktën 6 muaj. Pajisja është projektuar për njerëz që nuk mund të kapin objekte me duar, por që ende ruajnë një farë lëvizjeje në pjesën e sipërme të krahëve. Kina ka rritur investimet e saj në teknologjinë e ndërfaqjes True Computer vitet e fundit. Vendi kohët e fundit ka përfshirë teknologjinë BCI si një përparësi strategjike kombëtare dhe planifikon ta përfshijë atë në planifikimin e ardhshëm ekonomik të vendit si një nxitës të mundshëm të rritjes së ardhshme. Zhvillimi vjen në një kohë kur kompanitë në të gjithë botën po garojnë për të sjellë teknologji të ngjashme në treg. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.